Unë tani jam në Bali dhe do shikojmë sa bukur që është, wow, këtu është shumë bukur. Dhe do shikojmë se çfarë aventuras do bëjmë. Jam këtu në një vend që është kështu tipik për njerëzit që janë nga Bali dhe o nene moj. Shiko si duket këtu. Ja dhe ushqimi, inshallah nuk sumurem, do ta ha, do ta provoj, nuk e di nëse do ta mbaroj të gjithën, po pres edhe një shokun tim që të vi. Por nuk e di se çfarë janë këto. Kam pak frikë të them të drejtën, shiko kur i lukët dhe pirojnë të nëna muaj. Qa i bërë unë vetes? So the first Balinese food. Balinese food, yeah. What are these? What are these? We know the names or? Babi kuli, Babi kulit. sapling pig. Oh, So this is one of the famous Balinese food. So if we're not a Muslim, we put here, we can eat here. But when we Muslim, they have another one. They call it chicken betutu. oh, Yeah, chicken puto, chicken betutu. betuto. So they eat with famous, authentic Balinese ingredient. Oh, Maybe you not eat much the white rice. Yeah? I don't know. No, the white rice. You not eat much. Why not? No, I asking you. Oh, yeah. Yeah? I'm not gonna eat that one. Yeah, because mostly you eat bread. Yeah, Yeah, you. we eat a lot of bread. Yeah. So this is we call it mixed rice, Wow. but Indonesia eat with the head. I love it. We didn't know this as spoon. Do you want a fork or no? No. That's more delicious with ham. Yeah. Maybe next time you can try it. Yes. Yeah. This is pork skin. Yeah. Yeah. And then this one also is skin, but they make it cracker. Oh, Yeah. is it skin too? Skin too, but they make it cracker. Wow. Most of the Indonesian people, they're living at Jakarta, Surabaya, because no have a barbecue there. Very often they buy here and send to Jakarta. Oh wow. But only the pig or the pork, like on the meat, on the. Wow. So every ceremony in Bali, even that happy ceremony or sad ceremony, they still will use pig for the ceremony. That's why pig is very important in Balinese life. Yeah. In some village, they will show the pig like this. Just put in the etalase. When have some customer buy, they just cut. Here. Yeah. That's crazy. This is all pork? Yeah, of course. Except this one is a vegetable. Oh. It's a papaya leaf. Papaya leaf. Yeah. Next time, I will bring you the kind of chicken. I said chicken betutu. I love chicken. Yeah. So because that I like it, it's a little bit far from here at Sanur area.
It's really nice. I really love it. I love it. Yeah. Is this a vegetable? No, No? it's like what do you call it? I don't know in English, but intestinus. Really? Yeah. Oh my god. Why? Tried it. This is already I tried it. already fried. No worries, this is safe. I think you need to feel that. I love the fried skin. Alright? Yeah, very good. You want more? Uh-uh. Sure? Uh-huh. So the meat, skin, the fat, the what is that? Intestines. Yeah. Sometimes they make the food for soup. Really? Yeah. And maybe you're not, it's not normal in your country, but in Asia it's normal. Yeah. Yeah. Even like chicken. Chicken feet. Yeah, I saw them in Japan. Every kind of body of chicken, we can eat it. Wow. From head Good thought. down. Oh my God. Feet, even the around the ass. Yeah. Oh my god, in Yeah. Albania, when someone comes in your house, you need to give them the butt of the chicken to show respect. Oh. Like a welcome gift. Yeah. Oh. Yeah. And this is the soup. Yeah, that's true. Tasty. Yeah. Tasty. Ooh. Mmm. Tasty. Very good Mm-hmm. and spicy. Huh? Mm-hmm. Maybe for you spicy, for us Yeah, it's it's hot. nothing. Ah. You finished? Why? It's my first time. Okay. So Yeah. how do you think? You mean I love this. Okay. Uh, I like this. I like The this. skin? Yeah, yeah. Yeah. And the soup was very nice. Oh yeah. Very good. They have they put some meat. Meat. Yeah, yeah, yeah. So this is some meat, but in the maybe on this part. Mm-hmm. Oh. Yeah. So more fat on there. Oh. Because in here we need more fat, Mhm. and here in the stomach of the pig is have a many fat. Wow. I'm more fan of chicken. Oh yeah. Yeah. Okay. So why you not tell me? Huh? Why you not tell me? Well, because I thought you were gonna eat with me, Yeah. and I wanted to, not to be rude. I wanted to be nice. No. No. Okay. So I mean, you need to try like
Yeah, every authentic food in this Yeah. every area. I mean. Yeah. Exactly. I have to try it. Uh-huh. Well, this is a different type of beer. Yeah, this is like a ginger, Oh. and then put some what is that? Honey bee? Honey bean. Wow. You want to try? I would love to. Can I? Yeah, Can I but it's not cold. It's okay. Yeah, try it. I like it. It's nice and healthy. Wow. Healthy. This is delicious. Yeah. Want some? I see your eyes. No, it's okay. This is not beer. No. This is just juice. Yeah, it's like it's a traditional drink, Wow. but it's not from Bali. It's mostly Indonesia. Oh, it looks like a Because- beer. No, because this is like a healthy drink. Oh. You know, some of Indonesia, like me, I'm walking on the field, and then that's why I use jacket Oh yeah. Why do you use the jacket? because it's not only protect me from the sun, but from the wind also. Oh. Because more wind can make us like you see, of course, fever. It makes so much sense. Yeah. Thank you so much for No the food, and problem. I'm so sorry I couldn't finish it. Yeah, no problem. At least you try. I tried it, yes. But for the chicken, maybe you will be really like Yeah, maybe someday if you're not really busy. yeah, Because the place is a little bit far at Sanur. yeah. Oh, I would love to go there. Yeah. Maybe, How about on the weekend, so I don't have work? yeah, okay. So maybe Friday or Saturday, you just check. Saturday, because Friday I work. Okay, and so yeah, maybe Friday, Saturday or Sunday, whatever. Perfect. Saturday is perfect. So no take your breakfast, just direct to the lunch. So you have space. No take the breakfast if you wanna go there. So you have a space What's that? for the stomach. You Oh, can no eat breakfast. alone. Yeah, you can eat I alone. get no breakfast, nothing. I'm not gonna eat anything. Yeah. I'm in love. I'm in love with this hair. Oh my god. I wish that people would do hair like this in Tirana. Ooh, oh, so clean. Guys, thank you very much. You guys not done yet. You're gonna find your partner and you guys are gonna play an episode. Kështu duket te ky lokali që kam ardhur këtu. Dhe doja që të merrja momentin dhe të thoja se sa të sjellshëm janë njerëzit këtu. Domethënë nuk kam marrë as në asnjë kafe, vetëm me jetë dhënë porosia si kështu si me është një energji shumë e mirë, të gjithë janë shumë të sjellshëm dhe më bën shumë qefi që zgjodha këtë vend. Sot mora një matcha sepse kam po pi ditë për ditë coconut, se di si quhet ajo, po pi ditë për ditë nga ato coconut të mëdha, kështu që sot tash ta ndryshoja pak dhe po mora një matcha. E mora me qumësht me cashews. Dhe që nga shumë e mirë, wow. Që nga shumë e mirë. Mua nuk më ka pëlqyer matcha asnjëherë. E kam provuar shumë herë,
e kam bërë edhe në shtëpi, e kam blerë edhe në Japoni dhe e kam blerë edhe në Japoni dhe e kam bërë dhe nuk më ka pëlqyer, më duket sikur pi bar nga ai bari që është në tokë. Ndërsa kjo është shumë është një çik më e trashë, nuk është si ujë koke, është krimi dhe nuk ka shije, vetëm qumshti. Kjo është ajo shopping mall që thonë që është më e madhja në Bali. Edhe do ta shikojmë tani. Wow, është më vërtet shumë e madhe. Wow, kjo është vërtet një shopping mall shumë e madhe. Unë s'kam parë as 1% dhe kam ecur goxha shumë. Dhe tani do ulem që të ha diçka sepse them të drejtën u lodha pak. Tani, ku do ulemi që të ham? Ka ushqime këtu poshtë, po ka ushqime edhe lart. Kështu që do shikojmë. Unë dua një gjë, shiko, kam mbajtur në palestër gati për ditë. Jo gati për ditë, kam mbajtur në palestër për ditë dhe kam ngrënë shumë mirë, kështu që do mundojmë që të gjej një vend që të ketë protein dhe asgjë që të ketë protein. Është shumë interesante kur ta shikojmë këtu në këtë vend duke record veten tënde. Në energji shumë të mirë dhe nuk e kanë atë niceness fake, është goxha nice. Unë shiko që ka këtu. Si kjo shangra në Malta, me këto sushi që rrotullohen. Por deri tani s'po ma mbush mendja ndonjë gjë. S'po ma mbush mendja ndonjë gjë sepse nuk e di vetë se ç'a dua, prandaj do vi këtu që të blej ca gjëra për fytyrën. Se nuk është se s'kam gjëra për fytyrën, po sot është ajo fundjava që unë do shpenzoj lek për veten time dhe do ta kënaq veten time, do ta nxjerr në një date. Kështu që sot është all about me. Tani, pas ka shumë gjëra, obviously, ka shumë gjëra aziatike, por çfarë dua unë? Diçka që s'e kam provuar, duhet të mbaj mend, kam zbritur 2 kate, sepse kjo më duket se është 7 kate. Dhe unë kam zbritur 2 kate që të mbaj mend kur lash bicikletë bike. Sepse pastaj mezi do ta gjej. Nuk e di pse s'po ma mbush mendjen. Prap nga këto që rrotullohen. Ulem te këto që rrotullohen? Te këto sushit? Se thua. Hello, thank you. So, nuk e di ku të ulem. Pas ka juices aty, ka shumë gjëra, ka shumë sushi në Salt Step. Casual Japanese barbecue. Ajo më duket se po mor thërret. I would love to eat in a yakiniku. Something like that. Shife. Sa e mirë që duket kjo. Wow. Shife. Por unë sot vërtet që po e nxjerr veten time unë në date, po kjo nuk do të thotë që do ta vjes fare dietën, kështu që nuk do ha gjëra të ëmbla. Me limit. Ja, kaq afër. This is the only. Kjo është e vetmja mënyrë sa afër do vi unë Krishtlindjeve këtë vit, sepse nuk është fare atmosferë Krishtlindjesh këtu në Indonezi. Shife sa bukur. Me avokado, do marr definitely një gjë me avokado aty, po nëse është e ëmbël, atëherë nuk do ta marr. Wow. Shife, janë të banane. Si kam provuar asnjëherë ato banane. Çka ka këtu? Nuk po ma mbush mendjen asnjë gjë, kështu që do shkojmë tek ai Japanese barbecue. Your new coffee obsession. Look at this. Wow. Miso.
Okej, do shkojmë tek kjo casual Japanese barbecue, tek ajo me të kuqe aty, e shikon? So do shkojmë aty. Shpresoj shumë që të ketë ndonjë lloj mishi të mirë, sepse po më hahet shumë. Jam shumë çu për protein. U desh u futa mes dyqan. Oh. Hello, morning. For lunch, where should I sit? Inside? Yeah, thank you. So, po ulem këtu jashtë. E pas kanë këta për t'i bërë këto vetë. Oh my god. Oh my muscles. E disa e lodhër, e disa të vrari ka muskujt. So, do t'ju them një qik për se si është jeta këtu. Hello. I'm sorry? Oh, by Barco. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okej, do iki një qik se më duhet telefonin që të porosis me këtë barcodin këtu. Këtu është ky vendi, kështu duket këtu, do të marrë për pak. Okej, sa po mbarova me porosin time, skanova këtë kodin dhe to my surprise, unë kam marrë vërtet në një yakiniku dhe këtu doja që të vija shumë dhe do ta bëj këtu ushimin vet. Herën e fundit që isha në një yakiniku ishte kur isha në Japoni me Inën dhe I loved it, the meat there was so good. Kështu që do provojmë tani këtu. Jam shumë excited. Këtu nuk është vap fare, po unë e kam veshur këtë sepse jam bërë ujë me djerës nga që isha në bike edhe aty ishte shumë vap dhe në të njëjtën kohë duhet ta veshësh një gjë që mos u të raj era se ftohesh. Unë po mësoj nga këta locals këtu. Edhe po e mbaj këta tani sa të më thahet djersa ose mund të blej ndonjë robë edhe ta vesh. Mund të blej ndonjë robë që ta heq këtë bluzën që kam poshtë me djerës dhe të vesh një tjetër. Por për momentin jemi këtu. Tani, pse erdha këtu? Unë erdha në Shqipëri, ndajta aty për 2 muaj dhe kisha një 2 plane të bukura, por për fatin tim të mirë, nuk ecën ashtu si të shtuaj dhe pastaj fillova po shikoja për një shtëpi me qera. Long story short, jo, unë do ta bëj storyn long tani sepse duhet. Punova me disa real estate agent aty në Tiranë që ishin shumë të mirë, e vlerësoj shumë, vërtet jam surprizuar nga mënyra e shërbimit që unë mora kur isha në Tiranë nga real estate agent. Çfarë më surprizuan akoma dhe më shumë ishin pronarët. Ata ishin të paparë. Anyways, gjitha ca shtëpia me 1.000 euro në muaj, që është okay, sepse ishin në një vend të mirë, por mungonin ca gjëra esenciale. Dhe unë pija plekët, po ti s'po më jep aty që dua. Kështu që kështu më ndodhi mua në Shqipëri, ishte shumë e vështirë që të binim dakord, sepse është një ego shumë e keqe aty, ku njerëzit që kanë pronën mendojnë se kanë gjithçka. Ku nga një anë e kuptoj sepse e bëjnë ata, sepse kanë patur eksperjenca të këqija me qeramarrës të tjerë, por kjo s'do të thotë që jemi të gjithë një lloj. Gjithsesi, kjo funksionoi to my benefit dhe unë vendosa që të bëja. Hello? Yeah. Can you buy it? Yes, I would love to, but it was not available to buy it. Thank you. And quella. Nuk e di ku e lash, për gjithsesi. Dhe funksionoi shumë mirë. Unë ika tani, nuk jam aty. Jam shumë e lumtur që nuk ndejta aty, sepse në momentin që unë jam në Shqipëri, nuk e di pse po më shndërrohem në një njeri tjetër. Nuk jam kjo Eni e lumtur nëpër video, e lumtur në jetën reale. Dhe mendoj se ka shumë të bëjë energjia e njerëzve aty. Energjia e njerëzve mua më ndikon shumë. Kur merr atë energjinë si me unë jam me mira, si me kush je ti. E ndjen ata, sado që ai tjetri nuk e thot me fjalë, ti mund ta ndjesh që ai po e mendon apo po e ndjen, nuk di si ta them, nuk di si ta shpjegoj, për shumica e njerëzve më kuptojnë.
Ndërsa këtu, po të flas tani për Indonezinë, po folëm për Shqipërinë. Indonezia është vendi im I preferuar. Nuk e di se sa do qëndroj këtu, ndoshta qëndroj më shumë se një vit. Unë këtu jam long term, kam marrë një vizë për një kohë shumë të gjatë. Ishte shumë I thjeshtë procesi, pagova lekët dhe mu bë viza nga një nga këto agjensit që të bëjnë vizën. Energjia këtu është wow, është amazing. Shërbimi që merr nga njerëzit, kam vajtur në shumë lokale, kam vajtur në për shumë kafe. Nuk I kam marrë me video sepse kam qenë duke punuar. Po të them, nuk ishte një shërbim me energji të keqe. Dhe ndryshe nga vendet e tjera që do thuash ti merr shërbim të mirë edhe në Amerikë, është e vërtet, e merr shërbimin e mirë në Amerikë, por aty nuk është genuine ajo mirësia, është një mirësi fake, kështu që edhe në Shqipëri, kur merr ndonjëherë shërbim të mirë, ka shumë herë që ka ardhur e shtirur, ndërsa këtu është një shërbim genuine, të sillen mirë dhe kanë me përzemërsi dhe mund ta ndjesh. Njerëzit në rrugë të qeshin, ka shumë trafik, por nuk ka njerëz me nerva në trafik. Është një mirëkuptim që unë të kuptoj këtu, jemi në trafik, nuk I bie njeri Boris. Unë sapo mora motorin, do të them një shembull tani, unë sa mora motorin, nga që isha e re tek pjesa e motorit dhe nuk e dija mirë se si funksiononte, si nuk u bë asnjëri me nerva që t'i binte Boris. Edhe unë nga që jam rritur në Shqipëri, edhe jam një çik kështu. Si quhet ajo fjala kur je scarred. So jam një çik scarred for life dhe isha kështu, oh my god, do fillojnë do I bien Boris, do bëhen me nerva. Jo, nuk bën me nerva. They were so sweet. Si nuk I ra njëri Boris, madje qeshën dhe ishin be careful, ishin you got this, edhe ishte so sweet. Wow. Po them, ndjem një njeri tjetër. Thank you. Oh, thank you so much. Chicken karaage process. I'm sorry? Chicken karaage process. Okay. Thank you. Oh, we're gonna open this. I'm recording, by the way. Oh, thank you so much. So, erdhën këto, kam porositur edhe pul, që do më vi edhe pula. Ua sa thirsty që jam. Tani, ne do ham yakuniku bashk. Unë jam shumë e lumtur. Ka marr kimchi, ka marr çfarë quhet kjo sallata, seaweed salad, dhe kjo nuk ja kam iden se çfarë është. Ka marr chicken rice, një miso soup, dhe ka marr chicken nuk e di çfarë quhet ajo. Ka marr edhe këtë mishin. Ky ishte mish lope. Tani, I'm so excited. And I just can't hide it. Kjo është për të marrë mishin. Kam edhe 2 chopsticks këtu. Pas ka garlic, fresh garlic, qa ka tjetër aty? Do vëm një qikë barbecue sauce, soy sauce, garlic soy sauce. Garlic soy sauce. Dhe sea salt sauce, spicy miso sauce, barbecue original. Let's go with barbecue. Tani mua këtu nuk më sollën ja 2 nga ato farfagleta që të jem kështu e pastër. Mu fut flokun aty. Oh, by the way, flokët I bëra
para një jave më duket, i bëra të premten që i bie sot është shtun, një javë para sa bukur. Si sa bukur? Do bëhet miqi aty tani. Edhe që do thoja unë? Po, i kam bërë flokët para një jave, unë po kaloj njerëzit këto dhe po më shkojnë që kur jam e çmendur dhe po flas me vete. Ndërkohë që mishi bëhet, do provojmë miso soup. Kjo është miso soup. Nuk është aq e mirë sa ajo në Japoni. Është okay. Wow, do shumë flak. Tani mua më pëlqen që mishi im të jetë gati i djegur. Nuk e di pse. Që sa bukur. Këto tymin e marrin këto anash. Wow, whoa, calm down there. Kam frikë të marrë tani. Wow. Okej, besoj se u bë mjaftueshëm, shpresoj që t'jetë bërë mjaftueshëm. Kjo është bërë mjaftueshëm. Këta e dogja fare, e djeva. Edhe këta e dogja. Wow. Okej, këta do t'a vejnë që më shumë, se është bërë mjaftueshëm. Gata, shumë të më bëhet këtu. Shpresoj që s'po e bëj keq. Thank you. Karage kupi tisha? Thank you so much. Mora edhe nuk e dija që këto do vinin të skushura, mendova se do më vinte pul e vën kështu në ato shishe bafet, kështu që kjo më erdhi e skushur. Nuk kisha në mendje të haja gjëra të skushura, por it's hot. E dogja fare këtë tjetër. Tani do vëm këtë mishin që është goxha më i trash. Oh, look. Ky do doj më shumë kohë të bëhet. Wow, sa i mirë që duket ky langu që e kanë dhënë që të marinohet. Ndërkohë që lam unë me këto mengët e mia dhe me këto flokët e mia po i fus kudo. Tani do provojmë këtë mishin. Wow. It's delicious. Është shumë e mirë. Tani do provojmë mishin, orizin edhe kimchi.
Me mirë. Tani do provojmë ta, nuk e di se çfarë është kjo. Wow. Wow, sa e mirë. Është si një lloj turshie e një perime që unë nuk e njoh. Wow. So, ky ishte mëngjesi im që ta dini ju, se s'kam bërë asnjë gjë në mëngjes dhe tani ora është 12. Më mori këtu gjysmë ore të vija me bicikletë me i them bicikletë, po është ai motori. Miso soup. Tani po kthej mishen. Që ta tregoj. Wow. Me susam. Yummy. Tani do provojmë këtë pulën që mora ekstra për më shumë proteinë, se kjo s'ishte enough. Kjo pula duhet pink. Nuk e di suppozohet të duket kështu. Por që çfarë do bëj unë? Unë do t'ja heq këtë fried thing edhe do i marr vetëm pulën. Sa më punon mendja dhe do ta shkosh prap tani. Jo, ky sa i ka dhënë pulës një val, nuk e ka fuqur, shef. Është akoma pink, ose ndoshta do jetë e marinuar. Jo, po s'ka shanse. Ups. Kjo është pula. Që unë po edhe të datë prap. Jo, pula nuk ishte e bërë. Më duket se ngra pak pulë kështu. Po pa bërë. Excuse me. Nuk e di me çfarë mendoj që do t'i fshija duart unë kjo. Tani do provojmë mishin me garlic sauce. Oh my god. Oh my god, I love kimchi. Kur e provova për herë të parë nuk më pëlqeu. Kur e provova për herë të dytë, prap nuk më pëlqeu. Can I have something to clean my hands? Can I have a paper towel? Thank you. Yes. Thank you so much. Ладно, çaj ishin duar këto. Çfarë më dha më kjo? Tani, unë shpresoj që ky mishi t'ja bërë. Sepse po nuk është bërë, thjesht do e veç të bëhet prapë.
Okej, tani u bë pula. Sa i mirë që duket. I pjekur tani në moment. Tani. Do provojmë këtë barbecue sauce. Me këtë mishin e parë që bëm, se ai mishi i parë që bëm është i ftohtë. Dhe mund ta ha. Wow, look. Që bëra një sushi. Për mua seaweed salad është sallata më e mirë. Kjo. Tani do provojmë këtë mishin. E kam bërë më shumë se ç'duhet. Very good. Me barbecue sauce. Tani do vë të llojin tjetër të mishit. Këto ishin të gjitha mish lope, por ishin pjesë ndryshme të trupit të lopës. Një nga këto ishte shpatullat, një nga këto ishte brinjët dhe një nga këto nuk e kam iden se çfarë ishte. Kjo miso sup nuk më pëlqen. Duket pak e çuditshme që nuk kanë kështu paper towels.
chicken and garlic sauce. Ja, prandaj nuk shëndoshin japonezat, se unë po punoj duke ngrënë. Unë po futem në stres se do më digjet mishi duke ngrënë. Gati. Tani që po e mendoj, kjo është një metodë shumë e mirë ngrënie, sepse unë po marr kohën time për të ngrënë. Dhe duke marrë kohën tënde duke ngrënë, trupi e kupton që ti ja full më shpejt. Dhe më thanë që ta shpjegoj unë. Okej, po vetë që të piqet mishi i fundit. Tani do provoj këtë pjesën tjetër të lopës, që nuk e di të them të drejtën se çfarë pjesë ishte, po është një lloj pjese tjetër me garlic. Oh my god. Wow. Ja, unë tani po ndaloj prapë të ngrëni, sepse duhet të kthej mishin. Ja, u lodha. Wow. Doja të shikoj nëse kisha bërë mirë apo jo. E kam bërë mirë.
ndosh mishe. African braids, Japanese food, Albanian. Tani më thuajti mua që nuk jemi global. Unë erdha këtu se duhet të blej ca rroba. Oh, jam full. Kjo është so mbarova aty e gjithë ajo që ëngra më vajti 8.000 apo 9.000 lek. So mendoje vetë nëse çmimet të duken të lira apo të shtrenjta. Tani unë po ndjem sikur kam dal nga një food coma, kështu që nuk e di ku po shkoj. Do shkoj lart, shikoj ça. Okej, tani duhet iki që të pi një kafe, të relaksohem, të qëndroj një çik rehat, se kjo pjesa që bën video të merr shumë energji nga, you know. Hello. Can I have one of this strawberry, please? Strawberry chocolate. Yes. 15,000. It's okay. 15,000. I can give you cash. Don't rush. It's okay. Don't rush. Okay, sa të vija jo goca me atë bosorin, unë do ta ha. Kjo është një mochi me strawberry. Making a video. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. For you. Thank you. Can I leave this somewhere? Thank you so much. Yeah.
Është shumë e mirë. Can I throw this somewhere? Thank you so much. Thank you. Bye bye. Very good. Mirë, janë shumë të mirë njerëzit këtu. Po pres të vej ora që të shikoj Avatarin, se kam marrë një ticket për film. Dhe për momentin isha duke blerë gjëra. Bleva një dy gjëra për skincare dhe bura re që produktet aty janë të gjitha të ardhura nga këto vendet si Korea dhe Japonia dhe ishte shumë e bukur se gjeta ato produktet që unë doja shumë, që i bleva në Japoni dhe më pëlqen shumë dhe i kisha mbaruar. Që mora ato dhe kjo më bëri ditën shumë të bukur. Pastaj kur isha në supermarket që të vija një dy gjëra që më duheshin, pash një snack që ma mori shumë vëmendje vetëm nga paketimi, ishte sa i bukur. Dhe janë freeze-dried strawberries dhe unë do t'i provoj tani. Në Shqipëri i kam provuar këto freeze-dried, por nuk kam provuar asnjëherë kështu me shije të ndryshme. Dhe do ta provojmë tani. Është sa e vogël që është. Që nga si covered in chocolate. Okay. I like them, but they have a lot of chocolate for my taste. It's so cute. Paketimi është më i bukur se shija. Çokolata? Nuk e di. As kam gjetur akoma një çokoladë të mirë këtu. Weirdly enough. So, kam ardhur këtu në kinema, mora një ticket të shikoj Avatarin, mora një dy snacks, edhe po presim tani që të hapet dera dhe të futemi. Do shikojmë, kjo është eksperienca ime e parë në Indonezi për të parë një film. Kjo është kinemaja. Tani do presim që të nisi filmi. Watch where you're going! Sorry. Do shikoj Avatarin. Jo SpongeBobin. Sa të mirat, po popcorn. Oh, my lucky break. Shikoj si është parkimi këtu me motora. Unë e gjeta motorin tim, po iki tani. So kjo është gjendja e flokëve pas një jave, sa po hoqa ato gërshetat. Të them të drejtën, mendoj se kishte ardhur koha. Sa të krohet koka. Tani unë nuk I bëj flokët asnjëherë me kaçurela se nuk para më mbajnë, por I kinda like them. They look kinda cute. Hey. Sa po mbarova palestrën, flokët e mia duken shumë keq, sepse I hoqa ato gërshetat dhe vajta në palestër në mëngjes. Ora tani duhet jetë 10. Erdha tek ky marketet, janë që t'i ble ujë, gjëra të tilla dhe mora një nga këto me vitamina, mora një banane që do ta ha tani dhe një ujë. Tani pata një problem me
Dëshmora banania. Pata një problem me ato motorin, kështu që ai që ma dha me qëra do vi që të më sjelli një tjetër më të mirë. Por ndërkohë, palestra vajti shumë mirë, sot është e diel dhe unë bëra palestër. Ka po ngra bananën. Nuk isha ngrënë asnjë gjë edhe sot bëra workout me se që më duhe një gjë, apo. Kjo është një gjë me vitamina. Pas ka 20 gram karbohidrate, po s'ka problem. Sepse unë bëra një workout shumë intensive. By House Wellness Food and Japan. Shumë e mirë. Tani më duhet të shkoj të blej një helmet. Edhe kështu që thoni juve. Tani unë jam bërë si këta lokalët këtu që ulem tek marketi. Edhe rrinë. Kjo është helmeta që bleva, bëri 850.000 nga lekët e këtyre. Yes. Do bëj një çik flokët, do bëj një çik thonjtë dhe pedikyr. Kam ardhur këtu në një sallon. Ky është salloni im I parë në Indonezi dhe jam duke plotësuar një formular me të dhënat e mia. Dhe në qoftë se këtu më pëlqen, unë do ta mbaj gjithmonë këtë sallonin dhe do vi këtu sepse këtu mund të bëj flokët, thonjtë e duarve dhe pedikyr në të njëjtën kohë. Dhe është amazing. Tani po lajm flokët. Më në fund. Restoranti që doja që të vija unë që në kam mbyllur dhe është ky restoranti këtu. Dhe thonë që do vini tani. Kështu dukem unë me helmetën time të re, më pëlqen shumë, sepse më mbron edhe nga mjekra. Tani, ky motori që më solloi është okay, po unë dua që të marr një motor tjetër akoma dhe më të mirë se ky. Dhe do ta shikojmë, më pëlqen shumë kjo helmeta që zgjodha. Shpresoj që të jetë duke më bërë video mua kjo, po do të marr me vete për një xhiro. Do të marr me vete për një xhiro te kjo kafja që do shkoj. Jemi shumë afër. Shpresoj të ketë shumë këtu. Dhe pasta. Kjo është kafja që unë erdha, do marr aty është helmeta ime, do marr një nga ato coconuts se s'bën. Dhe motorin e kam lënë aty. Kjo është menuja. Unë do marr diçka me vezë, se nuk kam ngrënë akoma mëngjes. So, shive si me erdhi kjo coconut këtë radhë, me erdhi me një luk. S'para më vjen me luk në për vendet të tjera dhe me këtë pipsën
plastike. Më pëlqejnë shumë pipsat plastike. Shikoj sa bukur, wow. Tani do ta provoj. It's delicious. Oh my god. Që kam nga në një gjë, shikosat këtu vën shumë, po shumë kështu se nuk pjasen vën shumë make-up dhe unë nuk e kuptoj se këtu është goxha, këtu gjerësitë është shumë shpejt edhe mund të rishkasi ajo gjë dhe nuk e di se si ja dalin i kam shumë zili për mirë dhe dhe them wow, good for them, por unë hirësitem shumë, unë filloj dhe bëj kështu bulza tjerë se këtu edhe këtu. Pastaj më shumë duke shtëpis për mua, personalisht. Po ka njerëz që nuk hirësiten dhe ata janë blessed. Ky është mëngjesi, duket delicious, mezi po pres që ta ha. Dhe let's go! Pra do provoj të marrë një qik me... Të provoj të marrë me luk këtë. Wow. It's delicious. Ato çadrat. Dhe kam ardhur këtu që ta ha darkën. Bashkë të shumë tatuazhe. Kam ardhur që ta ha darkën dhe do shikojmë se si do jetë. I'm vlogging. So this is the menu. Unë mora pina colada dhe kjo është pina colada ime e parë. Që do provoj, s'kam pirë ndonjëherë pina colada në jetën time. Mora edhe një ujë, tani do më vi së shpejti burger dhe po provoj pina colada për herë të parë. Oh, it's good. It's really good. Wow. Dhe ky është burger, tani do fokusohem tek ushqimi dhe do shikoj njerëzit. Do bëj people watching këtu, sepse kam mjaftu shumë njerëz për të parë. Dhe do jem si ata creeps duke parë dhe duke ngrënë. Më pëlqen shumë kjo gjëja që bëj, që shkoj në restorante, ha, edhe shikoj njerëzit. Kam ardhur në një beach club këtu edhe do shpenzoj një kohë. Sa e pis kamera, një sekond. Ok, tani më shikon më mirë, edhe kam ardhur këtu, do shpenzoj ditën. Kjo është beach bar i imi parë gjatë ditës. Do lexoj, do rri aty, do kënaqem, do porosis ca fruta sepse po vdes për ca fruta dhe shpresoj shumë që të më vinë nga ai dragon fruit që është i kuq. Jeta është shumë e bukur këtu, më pëlqen shumë, jam një njeri ndryshe këtu. Ndihem si një njeri tjetër këtu, nuk e di se pse, ndoshta energjia. Mora këtë sunscreen që mos të digjem. Edhe këta janë njerëzit. Kjo është radha. Unë po pres që të më uli në një vend, që sa bukur duket aty. Aty duhet jetë restorant. Jeta është e bukur, you guys. Në qoftë se punon fort, jo ul kokën, s'ke pse ul kokën, po të punosh fort, të shpenzosh një kohë të mirë duke qenë locked in, edhe duke hustle, dhe jeta do jetë shumë e bukur. So, vendosa që të ulem të këto beanbags, ndoshta më vonë e ndryshoj, sepse
Nuk e di se sa të rehatshme do jenë për të shndruar këtu për një kohë të gjatë. Ka marrë menun dhe do shikojmë se çka ka. Dua ca fruta, po vdes për ca fruta. Mua nuk më pëlqen të lexoj menu, kështu që nuk do ta lexoj. E di çfarë do marr, dua ujë të ftohtë, fruta dhe kafe. Jam shumë e thjeshtë. Ka shumë njerëz që marrin me video këtu, si për shembull kjo, ka shumë creators dhe gjëra të tilla. Hello. Mora këto frutat dhe po prisja shumë që të më vinte ky fruti. Më pëlqen shumë ky fruti. Është delicious. Kjo është mango. Wow. Sa e mirë mango. Nuk e dija që këtu kishte strawberry. Wow, sa shumë shija ka strawberry. Tani do provoj pineapple. Frutat këtu nuk kanë lidhje me frutat egzotike në Shqipëri. Nuk e di, ndoshta nga që I këpusin të pabëra që të bëhen gjatë rrugës, apo nuk e di nëse po ja fus kot dhe se si funksionon. Po edhe sharshiri ka një shije shumë të mirë. Siç kishte sharshiri atyre kur ishim ne të vegjël në Shqipëri. Ja se si duket këtu, tani jam ngritur në kamp. Dua që të shkoj nga ajo ana andej më shumë, sepse është një çik. Oh, hello. I heard you want to move. Oh yes, I would love to. Can I go somewhere with The same bin bag like this, or you want the Dexter? Also, we have the same minimum spend with 1.2. perfect? Yeah, you want to check first? Yes, with please. us? Should I leave this here? Është sa cute më erdhi kafja. Wow, I love it. Oh, ndryshon nga vend. Ta tregoj tani se ku jam. Tani jam tek ky vendi këtu. Isha andej lart, por nuk ishte aq shumë rehat, që erdha këtu poshtë. Kam ardhur në një japoniku tjetër, sepse unë vdes për japonikut. Edhe kjo është menuja që mund të marrësh, mund të zgjedhësh çfarë të duash. Unë mora sa kimchi, sa suki shabu, some teriyaki chicken, dhe mora some steamed rice, mora edhe wakame salad. Tani do mendoj çfarë të marr diçka që s'e kam provuar më përpara, por nuk ja kam. Mund të marr këtë. Kjo duket shumë e bukur. Dhe këto për momentin. Këto kam porositur për momentin. Po ha këtë mishin që më pëlqen shumë. Po big chicken. Këto pak steamed rice. Oh, thank you. And kimchi. Very good kimchi. Mora sharshi dhe ice cream. Kam bërë shumë mirë, jam aq full, shife barku. She asked her husband